Kemi qenë në kontakt të vazhdueshëm me komunat, edhe mbrëm deri në orët e vona, edhe sot po ashtu. Dhe në bazë të informatave që i kemi në 3 komuna, është 2 fillimi i vitit shkollor, në 2 prej tyre për shkak të rreshjeve, ndërkohë që në një fakt në Malishe për shkak të rreshjeve edhe situatës së krijuar me vështirësi në komunikim në qarkullim, ndërkohë që në fushë Kosovë dhe në Drenas pas probleme edhe për shkak të ngrohjes. Pra në 3 komuna, në Drenas, në Malishe dhe në fushë Kosovë është 2 fillimi i procesit mësimor. Në Kështin ka njoftu se kanë fillu mësimin në të gjitha shkollat, në Ferezaja është vetëm në një shkollë, në fshatin tërë nuk ka fillu mësimin, në shkollat tjera po, kjo për shkak të problemeve me ngrohje. Në Kaçanik, në Lipjan dhe në Shtimje kanë fillu shkollat mësimin, por janë riorganizuar nga ana e komunës. Prizren, Suharik edhe Dragash edhe në Mamush ka fillu mësimi sot me vonesë në 2 shkollat të Prizrenit për shkak të problemeve me ngrohjen qendrore. Ndërkohë edhe në Vushtri mësimi fillu në shkollën dëshmorët në Zhilivot për shkak të problemeve me ngrohjen qendrore. Po kjo është shumë problem, por është përgjegjësi e komunës, përgjegjësi kompetencë ligjore e komunës, gjithsesi ata duhet të raportojnë në detaje dhe çdo orë humbur duhet të zëvendësohet. Edhe natyrisht duhet të adresohet që probleme të tilla të mos ndodhen të ardhmen, sepse është absurde që të mbeten pa lënë të para ngrohen në mes të periudhës së dimrit. Kjo pa përgjegjësi edhe keq organizim nuk ka të bëjë me kurse të çështja e vërshimeve, por është diçka e pa planifikuar edhe në aspekt të faktorëve të jashtëm natyror këtë rast. Po natyrisht do të bëhet plani dhe do të ndohet me komuna.